Falë zbulimit të objekteve metalike me 5 standarde, të ashtu quajturat protomoneda, studiuesit besojnë sot se ekonomia e tregut është shumë më e vjetër nga sa mendohej. Një studim i botuar në revistën Nature Human Behavior ka studiuar idenë tradicionale se ekonomia gjatë epokës së bronzit ishte thjesht e bazuar në shkëmbim mallrash. Një nga thesaret më të mëdha të epokës së bronzit të vonë është zbuluar në Webig, afër Dresdenit në Gjermani. Ky thesar peshon rreth 20 kg dhe përmban 63 objekte të plota si edhe 328 fragmente metalike. Por më rëndësishëm se vetë thesari është fakti se shumica e këtyre objekteve kishin peshë të standardizuar, 10 gram ose shumë fish i saj. Ky standardizim nuk ishte i rastësishëm. Sipas studiuesve, ai përfaqëson një formë të hershme të përdorimit të paras, shumë kohë përpara prerjes së monedhave të vërteta. Kjo sugjeron se njerëzit e asaj kohe kishin zhvilluar një ekonomi tregu funksionale, ku vlera e mallrave nuk përcaktohej më vetëm përmes shkëmbimit, por përmes një sistemi më të organizuar dhe të matshëm ekonomik. Ne kemi tendencën ta romantizojmë parahistorinë evropiane sikur të ishte një botë magjike larg realitetit tonë, thot Nicola Lalongo, një nga autorët e studimit. Në të vërtetë ata kishin familje, miq, punë dhe nevojën për të siguruar jetesën tamam si ne. Në mbi 20.000 objekte metalike të analizuar nga Italia, Zvicra, Austria, Slovenia dhe Gjermania, studiuesit zbuluan një shpërndarje të ngjashme me ato të monedhave që përdorim sot. Objekte më të vogla, më të përhapura, ndërsa ato më të rënda ishin shumë më të rralla, njësoj si ndarja e monedhave dhe kartmonedhave sot. Ky zbulim bie ndesh me teorinë klasike të antropologut Karl Polanyi, i cili në vitin 1940 argumentoi se ekonomitë e lashta nuk funksiononin përmes tregut, por përmes reciprocitetit dhe rishpërndarjes. Por studimi i ri tregon një realitet më kompleks dhe më të afërt me botën moderne. Sipas Lalongos, nuk kemi provuar përfundimisht që ekzistonte një ekonomi i tregu, por nuk kemi as prova që nuk ekzistonte. Ai shton, pse duhet besojmë se ekonomia e tregut nuk ekzistonte, kur gjithçka që shohim mund të shpjegohet më mirë me modelin e saj. Megjithse shumë studiuese kanë mirëpritur këtë hipotezë të re, nuk mungojnë edhe zërat kritik. Disa prej tyre shprehen se është e rrezikshme të supozohet se njerëzit e thjesht përdornin paran ashtu siç bëjmë ne sot. Disa nga shembujt janë fermerët anglez mesjetar, të cilët filluan të përdornin paran, jo vetëm për nevojat e tyre, por sepse ishin të detyruar të paguanin qira dhe taksa në formë monetare. Sot dim se unaza metalike, harqet e vegjël dhe tehet e sëpatave mund të kenë shërbyer si paramonedh, duke i dhënë epokës së bronzit një pamje shumë më tregtare nga që kishim menduar. Studiuesit tani janë të bindur se e kaluara ekonomike e Evropës nuk ishte thjesht një histori shkëmbimesh të thjeshta, por një ekonomi ku vlera, pesha dhe çmimi luanin rol qendror si në çdo treg modern.